Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin sot erdhi shpëtimi në botë që psalet me njëherë pas përfundimit të doksologjisë në tingull tërthor të katërtit nga baza e notës ni. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Sot erdhi shpëtimi në botë, le ti këndojmë ati që u ngnit prej varit, kryetarit të jetës sonë, sepse dërmoi vdekjen me vdekje, dhe na dha fitoren dhe për dëllimin e Në emisionin e sotëm, do të mësojmë vargëzimin e parë mëngjesor të lavdërimeve ngjallësore të tingullit tërthor të katërtit, o Zot, me gjithë se vajte në gjykatore. Tematika e këtij vargëzimi është ngjallësore, do me thënë paskale. Ngjallja e Krishtit është thelbi i jetës liturgjike dhe shpëtimtare të kishës ortodokse, përmbushja e plot e planit hyjnor për shpëtimin e botës. Pa këtë ngjarje të madhërishme, predikimi i Ungjillit do të reduktohej në një sistem thjesht etik ose një koleksion rregullash morale pa fuqi shpirtërore. Ngjallja është themeli i besimit krishter. Ngjallja jo vetëm që shpall triumfin mbi vdekjen, por gjithashtu hap horizontin e shpresës për jetën e përjetshme për të gjithë ata që besojnë në Krishtin. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy shtyllat qendrore të teologjisë dhe himnologjisë ortodokse. Këto nuk janë thjesht të vërteta për një reflektim intelektual, por përvoja të gjalla shpirtërore që ndriçojnë jetën e përditshme të besimtarëve. Përmes liturgjisë dhe himneve të kishës, kisha jeton dhe transmeton këtë realitet shpirtëror të ngjalljes. Çdo e diel, e njohur në traditën ortodokse si dita e Zotit, është një përkushtim i kësaj ngjarjeje shpëtimtare, ndërsa kremtimi i Pashkës, si e kremtja e të kremteve, është kulmi i jetës liturgjike dhe shpirtërore të kishës. Ngjallja nuk kufizohet vetëm në periudhën e Pashkës, po përshkon të gjithë jetën kishtare përmes himnologjisë së traditës së 8 tingujve. Këto tinguj, që përsëriten ciklikisht çdo 8 javë, shprehin dimensionet e ndryshme të misterit të ngjalljes, nga pendimi dhe prullësia e thellë deri te triumfi dhe lavdia hyjnore. Në këtë kontekst, kori i përbërë nga psaltët të anagnostët i sombajtësit luan një rol kyç. Ata janë ndërmjetësit shpirtëror që përçojnë fuqinë e ngjalljes përmes zërit të tyre, duke bërë atë të gjallë dhe të pranishme në jetën e besimtarëve. Përmes himneve shpirtërore të kishës që ndërthuren me thellësi teologjike dhe bukuri artistike, zemrat dhe mendjet e besimtarëve lartësohen drejt Perëndisë. Himnet e ngjalljes jo vetëm që lavdërojnë fitoren e Krishtit mbi vdekjen, por edhe ftojnë çdo njeri të marrë pjesë në këtë triumf, duke përjetuar dashurinë e pafund të Perëndisë. Çdo notë, çdo melodi e himnologjisë ortodokse është një shpallje e dashurisë dhe dritës së ngjalljes, duke e shndërruar jetën e njeriut në një udhëtim drejt shenjtërisë dhe përjetësisë. Ngjallja është jo vetëm një fakt historik, por edhe një realitet shpirtëror që jeton dhe frymon në çdo aspekt të jetës ortodokse.
parë i përket gjinisë kompozicionale stiqërarike. Në traditën dorëshkrimore psaltike janë krijuar 3 tipe kryesore kodikësh, që dallohen nga përmbajtja e tyre specifike: irmologjioni, stiqërari dhe papadika. Pikërisht nga këta 3 kodik janë përcaktuar pjesët muzikore në 3 gjini kompozicionale, të quajtura gjinia irmologjike, gjinia stiqërarike dhe gjinia papadike. Secila prej këtyre gjinive ka kanonet dhe materialin e saj kompozicional, që përfshin frazat muzikore specifike dhe stereotipike, të cilat veprojnë njësoj si fjalët në të folurën e përditshme. Këto gjini dallohen nga tekstura muzikore, nga karakteristikat e veçanta të tingullit, frazat muzikore, shtrirja, tempi e të tjera. Gjinia stiqërarike përfshin vargëzimet e vetë melodishme dhe lavditë mbrëmësoreve dhe mëngjesores. Këto pjesë stiqërarike ndahen në vargëzime që paraprien nga një varg psalmik dhe në ato që paraprien nga vargu doksologjik lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, të njohura si lavdi. Meloditë stiqërarike ndahen në të shpejta, mesatare, të ngadalta dhe kalofonike. Fillimisht në periudhën bizantine, shfaqen stiqërarët e lashtë anonim dhe shumë të ngadalt, të njohur si stiqërarët bizantin. Në shekullin e 15, stiqërarët vazhdojnë në të njëjtën frymë me përfaqësues Manuel Krisafin. Gjatë shekullit të 17, stiqërarët fillojnë të zhvillojnë drejt një stili të ri kompozicional, me përfaqësues Gjergjin nga Athina, Panajot Krisafin, Gjermanoj Neopatron, Kozma Iviritin Maqedonësin, Petro Peloponezin, Jakov Protopsaltin, Hurmus Kartofilaksin dhe Melurgët nga Kreta. Në shekullin e 18, gjinia stiqërarike ndryshon ndjeshëm, duke sjellë melodi krejtësisht të reja dhe më të shkurtra me përfaqësues Kiriako Kulidhan dhe Daniel Protopsaltin. Në këtë periudhë shfaqen edhe stiqërarët e rinj të shpejtë të Petro Peloponezit dhe përpunimet e Joan Protopsaltit. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, le të lexojmë fillimisht tekstin. O Zot, megjithse vajte në gjykatore dhe u gjykove prej Pilatit, ti nuk u largove nga froni kur i bashkë me atin, dhe si u ngrite prej së vdekurësh, e çlirove botën nga robëria e të huajit, si i dhemshur dhe njeridashës. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot. O Zot, megjithse vajte në gjykatore dhe u gjykove prej Pilatit, ti nuk u largove nga froni kur i bashkë me atin, dhe si u ngrite prej së vdekurësh, e çlirove botën nga robëria e të huajit, si i dhemshur dhe njeridashës. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë t'i psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik, dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbohet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejt, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht himnet tona ka një karakter të dyfisht, ashtu siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmonlipit, pra e gëzimhidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Në vazhdim, le të dëgjojmë himnin që kemi përzgjedhur për sot,
i cili është kompozuar në tingullin tërthor të katërtit me bazën 1. O Zot, me gjithë se vajte në gjykatore dhe u gjykove prej Pilatit, por nuk u largove nga froni kur i bashkë me atin, dhe si u ngrite prej së vdekurësh e çlirove botën nga robëria e të uajit, si dhe mshur dhe njeri dashës. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plotë. O Zot, me gjithë se vajte në gjykatore dhe u gjykove prej Pilatit, por nuk u largove nga froni kur i bashkë me atin, dhe si u ngrite prej së vdekurësh e çlirove botën nga robëria e të uajit, si dhe mshur dhe njeri dashës. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë frazë pas fraze. Prandaj, le të nisim me frazën e parë të himnit, e cila thot: O Zot, me gjithse vajte në gjykatore. O Zot, me gjithë se vajte në gjykatore. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. O Zot, me gjithë se vajte në gjykatore. Fraza pasuese është: dhe u gjykove prej Pilatit. Dhe u gjykove prej Pilatit. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe u gjykove prej Pilatit. Më pas kemi një frazë melodike e cila thot: po nuk u largove nga froni. Po nuk u largove nga froni. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Po nuk u largove nga froni. Fraza pasuese: kur i bashkë me atin. Kur i bashkë me atin. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Kur i bashkë me atin. Më pas do të pasoj fraza tjetër melodike e cila thot: dhe si u ngrite prej së vdekurësh. Dhe si u ngrite prej së vdekurësh. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe si u ngrite prej së vdekurësh. Fraza që do të pasojë është: e çlirove botën. E çlirove botën. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. E çlirove botën. Dhe më pas kemi një frazë të veçantë ku melodia pëson një tjetërsim intervalor, prandaj duhet jemi pak më të kujdesshëm dhe ta dëgjojmë me vëmendje, konkretisht në frazën nga robëria e të huajit. Nga robëria e të uajit. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Nga robëria e të uajit. Dhe më pas kemi frazën përmbyllëse të himnit ton, si i dhemshur dhe njeri dashës. Si i dhemshur dhe njeri dashës. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë përmbyllëse. Si i dhemshur dhe njeri dashës. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plotë. O Zot, me gjithë se vajte në gjykatore dhe u gjykove prej Pilatit, por nuk u largove nga froni kur i bashkë me atin, dhe si u ngrite prej së vdekurësh e çlirove botën
robëria e të uajit, si dhe mshur dhe njeri dashës. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sadopak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë t'i psalim Zotit. Ky ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin Të mësojmë t'i psalim Zotit.